thousands of soldiers and others. Presidenti Amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje drejtuesve të kompanive të mëdha të naftës të rrisin investimet në Venezuelë gjatë një takimi që u zhvillua në Shtëpinë e Bardhë. Sipas presidentit, kompanitë amerikane mund të investojnë qindra miliarda dollar për të rritur prodhimin e naftës në këtë vend të Amerikës Latine, por nuk dha detaje specifike për projektet. Megjithatë, kjo kërkesë është hasur në kundërshtimin e disa udhëheqësve të industrisë. Drejtori ekzekutiv i Exxon, Darren Woods, deklaroi se kushtet ligjore dhe ekonomike në Venezuelë janë aktualisht të papërshtatshme për të realizuar investime të mëdha. Woods tha se për momentin është e pamundur të realizohen investime të tilla. Në nisje të takimit, Trump ju kërkoi drejtuesve të kompanive të naftës të angazhoheshin për të investuar të paktën 100 miliard dollar për të rritur prodhimin e naftës në Venezuelë, duke theksuar se kjo do të ishte një mundësi e shkëlqyer për të dy vendet. Ai shtoi, nëse nuk doni të hyni thjesht më njoftoni, sepse kam 25 të tjerë të gatshëm të zënë vendin tuaj. Trump theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Venezuela po punojnë së bashku për të ritërtuar infrastrukturën energjetike të Venezuelës, duke bërë të ditur se marrëveshjet mund të ishin të mundshme. Më pas, presidenti kërkoi që gazetarët të largoheshin nga salla për të vazhduar bisedimet me drejtuesit e kompanive të naftës. Ne disi formuam një marrëveshje, tha Trump mbas takimit, duke cilësuar atë si një sukses. Ai e përshkroi marrëveshjen si një mundësi të madhe për Venezuelën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se investimet do të ishin të rëndësishme për të dy vendet.